Në bashkinë e Tepelenës, në të 21 qendrat e votimit që kanë në jurisdiksion, procesi i votimit po vijon normalisht. Nga momenti i hapjes së tyre që prej orës 7 të mëngjesit e deri tani nuk është shënuar asnjë incident. Procesi i votimit ka filluar që në orën 7 sipas ligjit. Po vijon normalisht, nuk kemi pasur probleme, në të gjitha qendrat e votimit po vazhdon normalisht procesi i votimit. Deri tani mendohet se ka shkuar diku te 15% e votimit. Jemi në ndjekje të procesit dhe deri tani po ecim normalisht. Si duket pjesëmarrja deri në këtë orë që jemi duke folur? Po është një trend normal. Deri në këtë orë unë ju thash është një dhënë paraprake, po jo shumë e saktë, diku te 15%, po vazhdohet. Mendojmë se do jetë brenda parametrave që ka qenë zakonisht pjesëmarrja në votim. Shifra e zgjedhësve e përgjithshme është 12.640 votues që ka bashkia Tepelen. Pjesëmarrja ne shpresojmë të jetë mbi 50%, po nuk e dim, këtë gjë nuk mund të themi.